Get ready with me për koncertin e parë të Yllit. Është një farë zhurme në background që më tranoj, shpresoj që kanë me nal. Jo, se nalem. Guys, jam në Zvicër. Ylli sot edhe nesër ka koncert këtu. The tour is happening. Edhe ma mërmenja që ka me shku në krejt koncertet. Qështu jem të thonë që tash nuk e dija ka me ndru në i sample, let's see. E keni idejnë që sa janë të punu Ylli, Bonarte, the team për këto koncerte që kanë mu majt. Jam tepër proud, jam tepër happy që it's finally happening. Jam shumë e lumtur sot edhe veç shpresoj që çdo sen ka me shku tepër mirë. Una mu bo gati sa ma shpejt që të shte mundur, sepse e kemi kogja larg the venue prej qëti hotelit që jemi tonight. Për një orë duna mu kon gati me make-up, me flok, me outfit, me çdo sen. Kemi ardhur dje edhe nuk kam livrit prej hotelit, domethënë hala nuk jam dalë kështu në qytet hiq. Po hopefully nesër, Bonarti po është në zonë non-stop, sot as nuk e kom pa qu herët domethënë me shku në sallë. Unë ja kom fut gjëm deri vonë, jam knaqe honestly. Ma shumë e kom shiu qëta se me pas dalë, kom pushu. And now I'm ready to party! Edhe sonte edhe nesër kom e shku në koncert. I'm a big Ylli fan, what can I say? Par dje, domethënë para se mu nis, e kom pas një content day, e kom marrë një dhomë të hotelit, mu ka dasht gjithqysh mi kry do foto që i kom pas. Andaj mas aty kom shku edhe i kom qelë qëto fijet e para, që by the way don't judge, nuk janë gjendjen ma të mirë, duna me shku me naturalizu pak kur të kthejna, po basically jom bo gati në 2 natës, edhe në 6 jam nis për aeroport. Është u përsërit storja, non-stop është të ndodhë qështo. Jam të u bo gati tepër vonë edhe po jam pa gjëm. Nuk e di ako mu dok mas miri m'botë në këto 2 koncerte këtë herë. Unë të ju jap këshilla juve, meanwhile për vete nuk di as qa kom shti, veç kom ras sene qa kom mujt. E kam një outfit, është pak ma interesant se sa sene tjera që i kom shti, sene tjera being që si majica, farmerka, bla bla. Kom da një par farmerka, janë ma vintage ashto një far si të kuqe, diqysh se s'di as vet. Nuk e di ako me dit me kombinu the right way, po jem tu menu në shta që ato mi vesh sonte. Ose if not, I'm gonna pull Kylie or Kendall at Coachella edhe dhe me ka I'm so effortless and nuk munona shumë. Po, në fakt, it's just me. Pa pas kohë mjaftueshëm mu bo gati. Nuk po du mu lysh shumë, se veç nuk është të më pëlqy vetja kohën e fundit, qysh po më rren kur po lyna ma rran. Edhe pse unë s'është që lyna shumë rran kur, se s'di, di veç një make-up me bo. Po, yeah, I'm gonna keep it simple. Po du, në të mujsha me mri mu bo gati pak ma herët para se marrë me na marrë, edhe me dalë me pi një pije që aty poshtë. Prej që jam me Bonartin edhe që Ylli është pjesë e shoqnisë teme ma të ngushtë tash. Më ka ra mu konë në shumë koncerte ti, dhe me thonë pa kufi. Ja di gjithdo këngë për mensh, edhe që thët në për ato pauzat, edhe kur ja kthem publikut mikrofonin. Hajde kejt bashk, po I feel like që këtë vet është tepër special. Gjithë jemi knaqe për klub se në për krejt ku ka knu Ylli, po tash që është i bo koncertet e veta, se di, është komplet tjetër sen. Ju që jeni konë në Shkup ose në Dokufest, e dini që shokon edhe sa shumë jemi knaqe të gjithë. Kështu që tash që ka me pas plot të tilla këtë vet, I'm so happy. I think që nuk jem ka du me bo lajnar heq, milion syt që shto veç me seng edhe mi ly qërpekt. Ti kisha pas të qërpek me vetë, s'kisha marrë as setting spray, as qërpek, as san heq. E bona veç pak me seng të kaft, që shto? E ka nis me mlotu syt, i shala nuk kanë me piku lot se do vdes. S'po di qëto buz, a milion kështo natural, shilo gjithë. Natural. Ma nude po menaj. Një herë menu ma mi bota është pak ma mbyllt. Shky filter pak crazy po më qetë. Po, I'm not looking my best.
Don't judge. Okay, I think që shto Bilo Boost pak ma pink edhe veç pak glow. Menoj që maskara është zbulimi ma i mirë që e bona i harë. Guys, the makeup is done. Bolë mirë jëm ly. Tash veç edhe qëto flok edhe me këqyr qapo veshje edhe shkum. Let's go have some fun! Bye!